A e ke vënë re ndonjëherë që klientët nuk duan të blejnë edhe pse përpiqesh shumë të shesësh? Ndoshta problemi nuk qëndron tek produkti, por tek mënyra se si ti e prezanton. Kur ti fillon të flasësh klientit si shitës, ky i fundit instinktivisht do ngrej mbrojtjen. Pasi askush nuk do që ti shitet diçka, por duan që të ndihmohen për të marrë vendimin e duhur. Kush është zgjidhja ndaj këtij problemi? Fokusohu tek rezultati që merr klienti, duke treguar se si ndryshon jeta e tij fal këtij produkti. Gjithashtu foli klientit për ndihmën që po i ofron, pa e vënë në presion. Nëpërmjet platformës Panajiri Online mund të prezantosh produktet e tua në mënyrë profesionale, duke treguar për vlerën e tyre dhe duke rritur besimin e klientit. Kjo qasje transformon komunikimin, duke e kthyer atë nga fjalor presioni në fjalor ndihme, duke bërë klientët të marrin vendim me lehtësi dhe me besim. Nëse je gati për ndryshim, komenton ndihmo për të marrë 5 ndryshime fjalësh të thjeshta, që ta kthesh shitje në ndihmë reale.